Rimi Mbroma. Rimi Mbroma, në fakt, në këtë pjesë dytë ne kishim parashikuar që diskutonim pak edhe për krim dhe politik. Kishim ftuar avokatin Ngjela, por për arsye shëndetësore zotë Ngjela nuk do të jetë në këtë panel, kështu që bisedën tonë ta vazhdojmë shpejt. Dhe do të flasim pak edhe ne do të flasim pak për krim dhe për politik. Për politikë folëm, por do të flasim dhe pak për... Krimi dhe politika në Shqipëri bashkëshoqërojnë njëra tjetrën. Ermali, që cilin po e mbajmë akoma... Cili së shas kriminelas politika. Jo, vetëm se nuk e kemi lidhur, se këshim madhës bëna ikte. Ermali tha një gjë shumë bukur në hyrjet e emisionit. Tha që krimi është në prag të shfaqjes për ta marrë pushtetin. Ne, pavarësisht se një deklaratë e tillë e thënë nga Ermali vjen në një kohë kur flitet pafund për krim, për politik, për korrupsion. Le ta elaborojmë pak. Është shumë interesant. Çka ka ndodhur së fundmi nga fakti, po tani, dëgjoj. Në fakt ne kishim ndërmend të pyesim zotin Ngjela se kush është i radhës për SPAK-un. Po, se ai di të gjitha faktikisht, di shumë, ka shumë informacion. Avokati ka burimet e tija në qoftë edhe në SPAK, sidomos me amerikanët njërë që i ka fiksim. Ka telat. Shtetat e amerikanë, cilët sipas ti janë këmbë kryq në SPAK, por me qenë se jam një gazetare që e mbuloj institucionin e prokurorisë, kam dhe unë burimet e mia, zotin Ngjela jo gjithmonë e ka gabim. Shumë pak herë ka gabim. Shumë pak herë ka gabim. Dhe le të themi që kjo që Ermali tha, që mua më ngacmoi në fakt, dhe unë e pyeta pse vërtet nuk e ka marrë akoma, do me thëmë thjesht bëm pyetjen retorike të kohës së kur i takonte marrja e pushtetit nga krimi organizuar. Në çdo dosje që flasim Ermal në SPAK, të paktën nga ato dokumenta që ne kemi parë, nga burimet tona, që jo gjithmonë janë duhen bërë publike, flitet që një pjesë e mirë e krimit organizuar që në Shqipëri bën pastrim parash, se kjo është fakt tashmë, do gjenden gjithmonë telat të lidhura me politikën, me pushtetin, me ekzekutivin. Kjo gjë shfaqet në raporte ndërkombëtarësh, shikohet tek prezenca e ndërkombëtarëve që në shumë dosje janë ata që udhëheqin hetimet. Madje ka raste kur shpesh dosjet vinë edhe të përgatitura, gati. Kur thuat përgatitura gati, vinë të hetuara. Më e qartë për publikun se i marrin shablona dhe thonë po i kanë gati. Po vinë të hetuara, vinë të provuara, thjesht për të bërë veprime në Shqipëri, sepse paraja që mbase bëhet nga krimi organizuar, nga trafiqet zakonisht të drogës në shtetet e Bashkimit Evropian, pastrohet në Shqipëri duke u investuar. Investime ku? Fshatra turistik, paketën e maleve? Nuk e thashun këtë. Si? Në fshatra turistik. Se që thashun? Në pallate shumëkaçe. Basha. Në pabe, në klabe, në shumë bizneset të tjera të cilat janë fitimprurëse. Kështu që le të themi që nuk është e mundur që sot, për shembull, ne kemi një drejtori të pastrimit të parave e cila është inekzistente. Jemi neve shteti, për shembull, ta bëjmë një diskutim. Jemi ne shteti që jemi përballur për herë të parë me mafian, që të duhet të krijojmë struktura? Jo. Është përballur kombi amerikan. Që nga prohibicioni, që nga gjitha ata kanë krijuar struktura, sepse kishte kushtet e volishme, shteti madh, po kjo është arsyeja pse po na monitorojnë që nuk mbulohet. Mënyra e investimit dhe pastrimit parave nga mafia italiane aerisht në Amerikë ka krijuar disa precedent për Dean e për gjithë tjerat. Follow the money, që është ajo shpreha e famshme. Ndiq parat. Tani këtu parat, më thënë, e thonë mirë disa politikanë të rinj, këtu është elefanti në dhomë, duke u lëritur. Jam këtu. Pra, ti shikon rrogën tënde, rrogën time, rrogën e Ermalit. Në rasti më të mirë nuk shkon më shumë se sa 2.500-3.000 euro. Me gjithë punën intelektuale, orët e studimit e qa ke botit të rjetën tënde. Me 3.000 euro në muaj, nuk e blen do ti për 30 vjetë, të duen 30 vjetë për blen një shtëpi 200.000 euro, 250.000 euro, se dhe do hash. Këtu ka njerëz që kanë 35 pallatet, nuk ka një sigurim shoqëror, një të tyre nuk i ka thënë njëri punë në bar. Që e di më vlla Ermali, ka qenë pedagog, ka filluar këtu që 18 vjeç, 20 vjeç, 25 vjeç, ka vajtur këtu CV-ja XY dihet një shumë të ardhurash për mua, për ty, në bazë karrierës. Ti je Mr. Nobody e askushi deri 30 vjeç, ke jetu jashtë,
E vjen këtu i pasuruar. Po. Edhe ndërton pallate. Investon. Edhe të linda natyrshëm pyetja, po çka ka më ndryshe që s'po i bëjnë dot pallate, s'po bëjnë dot një shtëpi? Ç'a po bën kjo ndryshe? Ç'a punë intelektuale po bën kjo zotria? Dhe kur i shikon, kur afrohesh me këta, kur i dallon, e shikon që janë një pjesë analfabetesh funksional, cilët janë edhe në parlament, që s'di me lidh dy fjalë. Edhe nuk ka një korelacion midis pasurisë, inteligjencës dhe oratorisë. Atëherë le pyetja, kujt i duhen këta në kuvend Ermal? Të ma thoj ti. E ta thënë Zot Ermali. Kujt i duhen këta Ermal në kuvend? Kjo është një pyetje edhe si qytetar, se shumicën e rasteve këta që thonë jo, se jo të gjitha, po këta i duhen vetes. I duhen vetes? Po. Për të përfituar? Për të përfituar, po sa ai që ka pushtet politik në parime ka dhe derën e hapur, është dhe i mbrojtur në shumë aspekte, ka dhe një vot në parlament. Ka dhe imunitet. Se her pas here ajo vota është e rëndësishme. Imuniteti është më pak i rëndësishëm sepse hiq rastin e Ballukut në raste të tjera s'ka qenë mbrojtje shumë efikase. Madje edhe për Ballukun është mbrojtje tani për tani në këtë moment. Por momenti që nuk është më deputete, pastaj nuk e mbron dot më imuniteti. Kështu që imuniteti është pak më i kufizuar. Por e kanë derën e hapur, kanë ndikim, kanë atë votën aty dhe prej asaj votës janë të rëndësishëm. Domethënë aktualisht kemi mazhorancë me 83, 86 mandate, varet si numëron. Por mund të vijë një moment ku edhe 2 vota, 3 vota për në një çështje të caktuar ose në një situatë të caktuar mund të bëhen vendimtare. Kështu që është shumë e rëndësishme e çështja e votës. Dhe ka dhe njerëz pastaj që këte kanë për natyrisht për të mbrojtur bizneset e veta, lishme ose të palishme, dhe përveç kësaj, ka dhe nga ata pasaj që kanë thjesht ego personale, duan të jenë deputet, masi i kanë plotsu gjithë nevojat ekonomike, financiare, qoftë më mënyrë të lishme ose të palishme prap, e kanë të nevojshme që atë kompleksin e të mosqenit intelektual si ta shpendi, me që se të bësh fakultet është pak vështirë, së dhe mos kërë jeni i farmoshe pastaj. Mund të blesh është e letë, për të bërë është vështirë. Për të ble, kush ka pas menin e ka ble gjithsesi, po e kanë fjalën për të pas një lloj statusi të caktuar, pastaj bëhesh edhe deputet. Kjo është dhe arsyeja pse shpesh ke deputet si shteti që janë gjysmë analfabet. Ka pas deputet që kanë deklaruar, mund të jetë edhe legjendë urbane, apo ta dija që shkolla lart merre kaq shpejt. Edhe ka që thjesht do kisha mbaru dhe gjimnazin. A kupton, kemi edhe nga kana. Ka qenë, nuk e se nuk kemi. Ka që inteligjent, Nuk e se nuk Ka kemi. përshtypje që është nga të raste kur është një personazh që i vishnin gjithë batutat që dëgjoheshin rrotull. Duhet këtë diçka të vërtet. Ermal, si shikon rolin e SPAK-ut me politikën? Dhe më thënë, duke qenë të ngelemi pak edhe tek objeksionet që bëjmë mbi politikë bërje në Shqipëri, a është SPAK-u opozita e vërtet sot? SPAK-u nuk është opozita e vërtet. E para, SPAK-u nuk është grup homogeni, që ta qartësojmë për mendimin tim. Nuk mendoj që SPAK-u janë 20 prokurorë aty që mendojnë gjithë njësoj dhe gjithë veprojnë me të njëjtat objektiva. Kjo duhet më parë, është shumë vështirë në Shqipëri që të gjesh për çdo lloj arsye 20 veta që të mendojnë njësoj. Edhe tifozat e Tiranës po ti marrësh 20 veta aty me shumë gjasa kanë kontradikta se kush duhet futet në lojë si ta bëjë informacionin. Inshallah po na rrit Tirana në kategoritë. Po kanë detyra, kanë detyra të përcaktuara. Dhe detyrat e përcaktuara janë një. Detyrat po është filozofia, çështja e filozofisë, është dikush që është që mund të jetë më i kapshëm, dikush që është më i pavarur, më i fortë, më i vështirë për të kap, dikush që ka mision të vetin madhor, çështjen e reale të sinqertë. Luftën kundër korrupsionit. Çështje karriere, thua. Patjetër. Çështje karriere, po dhe çështje vlerash personale. Çështje normash, besimesh personale. Dikush mund ta shohë si thjesht si punë për të siguru. Çështje pasioni, po. Për të siguru pasion, po, mund dikush ta shohë dhe si mjet për të pasuruar, pse jo? Pasurohesh me duke qenë prokuror? Po, patjetër. Si mund pasurohesh duke qenë prokuror? Si thua ti? Po ja, për shembull nuk e kam. Rri një ditë duke kafja dhe vjen. Tani. Ti mendon që SPAK-u paguhet edhe në tavolina? Tani, unë besoj që te SPAK-u nëse ka dukuri të tilla janë më pak të ndjeshme se sa në institucione të tjera. Por që të mos ta errësojmë situatën, mos fokusohemi tek elemente të tilla, unë thash që mund të ekzistojnë raste të tilla.
Por unë besoj që SPAK-u edhe pa qenë opozita, se opozita që të quhesh opozit nuk mjafton që ti thjesht luftosh kundër qeverisë. Opozit quhet edhe dikush që sjell një program, një platformë, disa ide, disa vlera të reja. SPAK-u natyrisht nuk e ka këto se si ka për ide, nuk e ka për detyrë. SPAK-u e bëri ato që se ka bërë opozita në kaq vite, ajo në është 30 vërtet. vjet. Luftë, po SPAK-u ka bërë luftën. Në këtë kontest. Po. SPAK-u, pa e pasur për mision, ka bërë jo thjesht luftën qeverisë, po unë mendoj që SPAK-u në një farë mënyrë ka bërë edhe një përpjekje për, po thash pa qenë ky misioni vetë. Se misioni i parë i SPAK-ut është të zbatoj drejtësinë, është instrument i drejtësisë, nuk është instrument politik. Por si rezultati punës së SPAK-ut praktikisht ne mund të shohim që ka një turbullim të situatës së elitave. Dhe më është bërë e vështirë për elitën aktuale shqiptare që t'i rezistoj SPAK-ut. Kjo është arsyeja dhe pse her pas here mund të kesh parë edhe pothuajse një lloj unisoni, një lloj dakordësie në raport me SPAK-un. Ose shikon kundërshtar që thonë ose që kanë thënë sidomos për përpara të njëjta gjëra për SPAK-un. Po, ndaj SPAK-ut. Do të thënë, jo gjithmonë, sepse ndryshimi për shembull i Partisë Demokratike për SPAK-un ka ndryshuar. Kanë ndryshuar goxha nga fillimi. Zoti Berisha vetëm pak orë më parë sot e deklaroi prapë skapi. E ka më të specifikuar, me thënë vërtetën, e para dhe e dyta ndryshe nga fillimi, kur i fuste të gjithë në një thes. Unë kam vënë re që kohët e fundit është më specifik. Edhe ka lavdruar në fakt, ka thonë që po ka prokuror që kanë bërë punë e tyre etj. Kurse në fillim thoshte gjitha bashkë. Natyrisht deklarata me të cilat unë personalisht për shembull nuk jam dakord, kam shpreh këtë lloj gjë. Unë mendoj që pavarësisht problemeve që mund të ketë SPAK-u, ne si qytetarë jemi të interesuar, pra se ato probleme nuk janë të qëllimshme dhe penguese, por vijnë nga vështirësitë e ndryshme përfshirë nga presionet politike të tjera. Ne kemi për detyrë që ta inkurajojmë, sepse SPAK-u ka bërë goxha. Domethënë, shumë nga ato gjëra që ka bërë SPAK-u, shumë nga ato akuza që ka bërë për vite me radhë opozita, na thuaj ato që s'ka bërë, ne na duheshin, ja një sekond. Shumë nga ato kritika ne na duheshin të pabesueshme. Ditë i thoshte Berisha, ky kështu, ky ashtu etj. SPAK-u i bëri konkrete. SPAK-u na tregoi që shumë gjëra, shumë akuzat opozitës ishin fakt reale, ishin mbështetura në prova. Dhe kjo është, po ta marrësh si vlerë absolute, për te qëllimshmërisë, kjo është në fakt një lloj opozite. Domethënë, kjo e ka dobësuar qeverisjen, patjetër që ka dobësuar. Po të mos kishin dalë gjithë këto skandalet që kanë dalë, po mos ishin godit ministrat e qeverisë të tjera, qeveria do të ishte shumë më rehat me punën e vet. Edhe me shumë gjasa dhe zgjedhje mund fitonte edhe pa pas nevojë për gjithë këto faktorët ingredientë të shtesë. Kjo është kontradikta që ka dobësuar qeverisjen, po ka dobësuar dhe opozitën. Po, e vërtet. Sepse edhe opozita nuk është se... është më pastër se opozita. Nuk është se është ëngjëj. Nuk është se janë ëngjëj. Tani një sekond, unë nga pikpam, pak ashtu siç e shoh në opinionin im, goditja që i ka dhënë qeverisë nuk krahasohet me atë që i ka dhënë opozitës. Absolutisht. Nuk krahasohet. Domethënë në opozitë janë goditur 2-3 personazhe, pavarësisht se janë personazhe shumë të rëndësishme. Por e para, zoti Berisha për shembull nuk është në burg, është aktivitet dhe gjykata pastaj e konfirmoi, një sekond. Gjykata e konfirmoi që mbajtja në arrest shtëpie ishte e tepruar. Kështu që domethënë nuk është e njëjta goditje me atë që është bërë qeverisë, kur qeverisjen kemi po ti marrësh atë që kanë qenë ministra gjatë kësaj kohe, kryebashkiake etj. Nuk e di, janë 1/3 atyre që janë ose në burg ose në për procese. Nuk di në një qeveri tjetër në Europë që ti ketë ndodhur kjo gjë. Diçëm që thonë Armal, ky perceptimi që ngren njerëzit, janë duena me drejtë e bën pyetjen a është opozita vërtet prokuroria. Si mund të jetë prokuroria opozite vërtet? Më thënë si mund të jetë opozitë politike prokuroria? Prokuroria është mjet në dorën e çdo opozite për një kapës të drejtë. Prokuroria është mjet në dorën e qytetarëve, në dorën e drejtësisë. Drejtësia është e verbër. Duhet të ishte. Është e verbër. Dhe ashtu është. Mirë, duhet të ishte. Të lidhura. S'ka me qenë. Shive, ne kemi SPAK-un që është ashtu siç është. Shpesh edhe unë për shembull mund të kem pak kënaqësi të mia. Po. Pse SPAK-u nuk godet këtu ose aty? Po mirë, kjo gjë është e dukshme, pse SPAK-u nuk bëri diçka për problemet që konstatuan gjatë zgjedhjeve etj. Kemi të gjithë pak kënaqësi. Por, cili është qëndrimi që duhet të mbajmë? Kemi një gjë, një mekanizëm, një makinë që po punon. Kjo makinë s'po punon siç duhet, po ama është duke bërë shumë të tepër punë se sa makina që kishim më përpara. Hajtë përpiqemi ta rregullojmë, po ta marrim ta hedhim plera? Ermal ka shkuar para dhomën e kryeministrit. Po.
Ke kryeministri praktikisht. Ka shkuar tek prestanomet e kryeministrit. Do thënë, le të themi që ka prestanomet e supozuar të kryeministrit. Supozuar, Mund të në akuzë për shpifje, duhet ta çojmë deri në fund sezonit. Të dyshuar më saktë, të dyshuar që pan kërkime etj, të vënë në akuzë me prova. Gjysma e çfarë s'bën vakili. Këto marrje me vete. Këto marrje me vete këta gjymtyr, sepse gjymtyrët janë ata që mbajnë në këmbë diçka. Mendojnë që mbas Belinda Ballukut, mbas drejtoreshës Sakshit, mbas njeriut më të fuqishëm në Durrës, po jo vetëm në Durrës, por edhe në gjithë Shqipërinë, zotit Agasi. Mendojnë që Spaku me vullnet dhe me mbështetje do të shkoj aty ku Berisha po përpiqet me protesta, po nuk po shkon dot. Atëherë, çfarëdo që të bëj Spaku, edhe sikur Spaku të jetë instrument i përkryer, ideal. Marri të fusin burg gjithë korruptuarit e tjerë, prapë se prapë rolin e opozitës nuk e bën dot. Pse? Ai mund të bëjë rolin e goditjes, se krimi dhe të korrupsionit, po në fund janë qytetarë që të votojnë. Dhe qytetarët nuk votojnë pro ose kundër qeverisë, qytetarët do duhet votojnë për një opozitë caktuar, se ajo është vota. Vota nuk është do unë votoj pro ose kundër. Që ti të votosh kundër qeverisë, do të votosh për dikë tjetër. A këtu do mblesh të bëj një oponencë? Atëherë qytetarët ka njerëz që duan në burgje. I duan para drejtësisë. I duan të japin llogari një më një. I duan që lekët që kanë vjedhur ti të kthejnë prapë atyre. Domethënë në ark në shtetit. Dhe këtë gjë, në fakt, opozita nuk po e bën. Opozita po kërkon thirrje që njerëzit dalin, të protestojnë, të kundërshtojnë, të rrëzojnë këtë lloj qeverie për të ardhur vetë opozita. Po në fakt, ndëshkimi është ajo që kërkon sot qytetare. Kështu që o ka humbur misioni i opozitës, ose misionin më të madh në këtë vend e ka sot Spaku. Po të ndërprerën, edhe te kjo pjesa e gjyqit popullor që duam gjak, unë jam pak skeptik. Jo, nuk thash gjakun. Domethënë duam gjak është metaforike, pra i dum në burg. Po, prandaj ka prokurori, avokat mbrojtës edhe gjykat. Ka dhe kushtetut. Po. Dhe mos i futemi hollësira pastaj si funksionon sistemi etj. Nëse është muhabeti stërgjat. Po ideja është kjo. Spaku bën çfarë bën. Spaku i ka bërë të besueshme një pjesë të mirë të shumicën në fakt të akuzave të opozitës gjatë këtyre viteve. Dhe unë mendoj që opozita duhet ta falenderonte Spakun për këtë gjë. Dhe nga njëherë edhe e ka bërë. Kam qenë vetë në studio kur përfaqësues të opozitës e kanë bërë këtë gjë. Tani, nga ana tjetër, nuk mjafton thjesht që ti të rrëzosh një qeveri. Ti do duhet mendosh sistem qeveri, regjim, çado që ta quajmë. Ti do duhet mendosh edhe për atë çfarë vjen pas saj. Dhe kjo është detyra tjetër e opozitës, pra jo thjesht denoncimi. Shiko ç'a ndodh. Sot për shembull ja del tani në konferencë për shtyp, supozojmë, Berisha, Luciano Bocci, kush do tjetë, cili do nga Partia Demokratike, o dhe partitë e tjera. Dalin e thonë, ja, skandal, ministri, kështu ka... Sa për tyre janë marrë në konsulat në Spaku? Po thë këto. Del aty dhe na zbulon një skandal të një ministri. Ministri ka vjedh kaq lek. A do skandalizohen shqiptarët nga kjo gjë? Jo. Ka diçka që është më e rëndësishme, nuk ka për të rrëzuar qeveria se do dalë një ministër tjetër që ka abuzuar, i korruptuar etj. Se shqiptarët janë mësuar për këtë gjëra. Çfarë ndodh? Ty do duhet më tepër se sa kaq. Domethënë më tepër se sa procesi i bindjes së shqiptarëve që qeverisja është e korruptuar, që është punë koti e padobishme sepse njerëzit e shohin çdo ditë çfarë po ndodh. Është çështja e asaj që ti t'japësh modelin e asaj se çfarë ti do t'jesh dhe nuk do t'jesh në të ardhmen. Domethënë detyra kryesore e opozitës mendoj unë, se thonë një opozita duhet të jetë më agresive, dhe njerëzit nuk e dinë, se kanë mllefin zemrimin, zhgënjimin, por nuk e dinë se çfarë duhet bëjë opozita. Se në fakt, sfida kryesore e opozitës sot nuk është thjesht denoncimi. Sot denoncimin e bën edhe mediat, e bën edhe Spaku, e bën edhe opozita, por nuk është ai thelbi se njerëzit e dinë çfarë është qeverisja, e dinë dhe socialistët që votojnë për Partinë Socialiste. Çështja është tek opozita. Prandaj dhe opozita ka marrë shumë vëmendje, prandaj dhe gazetarët pyesin dhe opinionistët i stulen gjithkohës opozitës sepse presin nga opozita në fakt. Një pjesë e opozitës thotë pastaj ç'a keni me ne pse po na kritikoni ne se fajin e ka qeveria. Kjo është e vërtetë. Por ama shpesh njerëzit e çojnë projektorin tek opozita sepse nga opozita e presin shpëtimin. Kjo ka prishmëri. Patjetër. Kështu që është detyra e opozitës që të bëhet e besueshme, që t'i thot njerëzve, t'i bindi njerëzit që shiko, ne mund t'i fitojmë zgjedhjet e para
dhe për këtë duhet bashkëpunimi, ne i kemi numrat e mundshëm, dhe po të marrësh shohësh rezultatet e zgjedhjeve ti e kupton që është i mundur edhe në ato kushtet vështira që të fitohet nëse opozita bashkëpunon, e para dhe e dyta, kemi jo thjesht numrat, por kemi një plan të caktuar, kemi një platformë, kemi disa ide, kemi disa instrumenta të cilët ne do t'i zbatojmë në mënyrë që mos jemi si kjo qeverisje që është aktualisht në pushtet. Kjo është detyra kryesore e opozitës dhe këtë nuk e bën dot SPAK-u. SPAK-u nuk i frymëzon dot njerëzit me ide, SPAK-u nuk i jep zgjidhje. SPAK-u vetëm do të pastrojë me aq sa mundet atë çfarë ekziston aktualisht. Tani, kur e dim ne, mendoni se nuk e din ata që janë brenda politikës se si duhet sillen? Patjetër që e din. Absolutisht. Pse nuk sillen ashtu siç duhet silleshin? Se pyetja është pse, thonë, po juve na godiseni patericat e Edi Ramës. E keni takuar juve më shumë se që kam takuar unë apo ti, se po drejtohem me ti, si mik Edi Ramën, për të ullur për të ndarë pazare. E para. E dyta, unë të ty kam pritshmërit, ti mua më shiko me, më thuj, o gash, je shumë i revoltuar se unë kam pritshmërit e ty. Te Edi Rama nuk revoltoj më fare se çdo lloj gjëje që to Edi Rama, unë e kam brenda për llogaritëve të mia se deri ku mund shkoj ky njeri. Nuk kam shpresë. Tash jo se dua ta mbroj, po s'ka pse. Nuk ke mendimin tuaj? Refleksi i njeriu që kur ti sulmon dikë, unë do vendos në pozicion të mbrojtjes, do bëjmë avokat. Po, avokat. Jo oponencë. Edhe në rastin e ti po bën oponencë, unë po bëj oponencë në oponencës. Edhe në rastin e ti mendon, ki parasysh çfarë ndodh edhe për emisione, por e kam gjetë dhe unë veten aty duke ju sul në thonjza, se jam tipas agresiv as thyes, po duke kritikuar opozitën pse s'po bën këtë gjë etj etj. Edhe përpjekja jonë në fakt është për të zgjidhur një problem të opozitës. Çështjen e përçarjes totale të opozitës. Dhe deri diku them që ja kemi dalë, me që i kemi bërë dakord paktën për çështjen e shumë të rëndësishme të kodit. Dhe në momentin që ti i rrimbi kokë, i bën presion dikujt, i akuzon gjithkohës, pra pse s'po bëjnë edhe çfarë pret nga ai njeri? Ai patjetër do vendoset në pozicion mbrojtës. Sa po ti e sulmon thonjza dikë, sa do pak që ta sulmosh, do përpiqet të mbrohet. Do përpiqet që ta hiqet. Kështu që është një mekanizëm psikologjik normal, unë e kuptoj këtë gjë. Nga ana tjetër, patjetër pastaj që secili edhe ne tre që jemi këtu dhe unë personalisht, unë do të bëj një listë të gjatë me kritikat që kam ndaj opozitës. Edhe statusi që nxorët në fillim të emisionit ishte kritik prapë ndaj opozitës. Domethënë, dhe patjetër që mund të bëj edhe shumë të tjera. Dhe në fundit, po mos kishim kritika për opozitën, po mos kisha edhe unë vetë, bashkë me ata 10 kolegët e mi që jemi te forumi dialogu politik, për çfarë do angazhoheshim ne? Pse do lenim punët tona e familjet tona për të marrë me një çështje nga e cila ne nuk përfitojmë asgjë ose s'kemi asnjë lloj interesi. Dhe kjo është çështja. Se më kujtove kritikat, po ka dhe kritika brenda llojit, bilem do i kërkoj vetëm regjist një status të zotit Noka që i përgjigjet zotit Seliani, dhe do doja pastaj të të pyesja sa normale është kjo lloj kritike, kur ai thot, humor ala babala, ka 5 muaj nga mëngjesi në darkë që vetëm bën opozitarin në opozitës duke sulmuar Berishën dhe ndryshe nga PD-ja, asnjë gërm e jo fjalë kundër padronit Rama, ndërsa tani del dhe thot se tronditi sistemin. E tronditi duke i shërbyer, nuk e mbajnë dot burgun burrat me botox dhe fillera. Burrat. Për një rë që ti e vë. Ky është komunikimi politika Albanistan 2026. E vërtet, tani, siç e thash në fillim, komunikimi në Shqipëri është pak më i ashpër, kjo është normale. Pjesa e akuzave, mos harrojmë që është pjesë e një loje që funksionon me logjikën e vet dhe me rregullat e veta. Po të shikoni edhe debatet e famshme midis në primaret amerikane të Partisë Demokratike, midis Obamës edhe Hillary Clinton, debatet kanë qenë super tashpra. Ti e dëgjoje dhe thoje, këta pa akuzojnë një tjetër që ky do shkatrojë Amerikën, ndërkohë që akoma s'ishin përballë kandidatit kundërshtar. Mbaroi ajo, u bashkuan gjithë mbas një kandidati etj etj. Nuk është as pak e çuditshme që mbas një viti, 2 vjetësh, 3 vjetësh, të shohim bashkë në një panel. Patjetër, të shikoni bashkë sepse çështja e debateve tjerë nuk bëhet thjesht me idenë që unë po luftoj kundërshtarin, idetë, argumentet që ka ai. Por është në radhë të parë për të pozicionuar në raport me ata që i ndjekin këto debate. Dhe dënimi i madh fatal i politikanit është që t'i përshtatet jo vetëm me gjuhë, po edhe me mendësi.
mbështetësve potencial dhe real që kanë atë moment. Në një farë mënyrë kjo gjuhë është funksionalisht e përshtatur me atë që e dëgjon këtë gjuhë. Natyrisht që për shembull një gjuhë tjetër nuk më pëlqen. Nga cila do palë që të vijë, nuk ka rëndësi, se tash debati këtu është spirale ngritëse. Secili që bën përgjigje e ngre dhe një shkallë më lart. E di çfarë tregon kjo, në spektrin tim kjo është komplet analiza ime personale. Në momentin që fillojnë këto përçarje me njëri tjetrin, dhe janë atë luftën se kush është më dominant brenda një partie, janë vetëm duke treguar shembullin më të keq ose kopje më të shëmtuar të qeverisë Rama. Unë kam pra problemet e perceptimi, sepse politika në fund ditës, besoj se bjem dakord, është çështje perceptimi publik. Hajde mbusha mendjen të qytetarit që Rama nuk punon. Atë i shikon televizor. Qytetarit që e voton, ose? Qytetarit që e voton, po edhe ata janë gjithë të bindur që punon. Ai qytetari që e voton, kupton, punon ky. O jepi ti sa duash. Ka dhe nga ata që e votojnë se thjesht s'do votojnë për tjerët përballë. Unë kam diskutuar dhe me miqtë përbashkët që shqiptarit e thua 5 milion lekë votën e koncepton. Se i kanë xhep, i kanë familje 5 milion lekë. Me i thonë u votën 5 milion euro, asë ka koncepti fare, ka vjetur shtetin. E vërtet. Dhe më thonë, ka dhe nga këto lloj patjetër filozofish. Po problemi është ky perceptim, çfarë po tregon, më thonë, çfarë do me tregu? Do me tregu që juve zjeni me njëri tjetrin, shajni me njëri tjetrin. Pra, nuk kishte ditën kur u vajti Ervin Saliani në burg, nuk ngeli maqe miq brenda Partisë Demokratike duke krijuar si hero. Atë heroin e para një viti e kthyen tani në burg që bën në dialekt babale. Botox edhe fillera. Pra është si të shpenit në qoftë se neve do rrim këtu bashkë, do krijojmë një nisëm, mund të jenë 1001 arsyet egot personale që neve mund ta ndalim bashkëpunimin, po duhet kishte një lloj gentilese në komunikimin publik. Pra nuk mund të më shash dhe të degradosh, apo të të shaj dhe të degradoj, sepse të regojmë që jemi të dy njerëz të vegjël. Pra, ky bashkëpunim që ne kemi shitur njerëzve, pas ka qenë një rrem. Patjetër. Dhe kjo vetëm e dëmton elektoralikisht. Ne këtu, me gjithë mendimet kundërta që kemi për opozitën, kemi vetëm një gjë të përbashkët, që e duam që opozitat bëj rotacionin. Për mënyrat janë pafundme, se si e kërkojmë ato. Problemi është që opozita më të madhe e opozitës po ja bën vetë opozita me veprimet që bën. S'po e bëjmë ne. Po, një nga problemet e opozitës, ka jo lista që tha shumë me probleme. Po, pikërisht. Po mirë, një sekondë tani. Se më kujtua ky raporti i Bashkimit Evropian. I PS. I Parlamentit Evropian. I cili mbajti qëndrimet e vetaj. Ne zakonisht këto i kemi kështu si, jo si menu, po thjesht përpiqemi, referohemi, këshilluese. Orientohemi, shpesh herë edhe mbetemi aty pa dal nga këto dhe kulturat. Po pse duhet vinë thuajt na thonave se çfarë problemesh kemi ne brenda? E para ne nuk besojmë tu brenda, e dyta e përdorim atë jashtë si arbitër, dhe e treta që është edhe më e rëndësishme. Dokument. Është e rëndësishme sepse ne jemi futur në procesin e integrimit. Dhe një raport që vjen nga Bashkimi Evropian, nga Parlamenti Evropian e tjerë, nga institucionet evropiane në përgjithësi, nuk është i rëndësishëm thjesht sepse është gjetja një raporti. Se raporte prodhohen plot sot në botë. Po ta kishte bërë këtë raport, supozojmë, qeveria e Paraguajt për Shqipërinë, asnjëri s'do merrte me rëndësi pse? Sepse ne s'kemi një lidhje me Paraguajin. Po kur ta thotë Europa, ky është edhe një mesazh që të pozicionon ty në rrugën e integrimit. Kjo është e rëndësishme. Vonon, shpëriton e tjerë, po të pozicionon në atë rrugë. Domethënë, mesazhi nuk është thjesht që Shqipëria ka probleme. Mesazhi është Shqipëria ka probleme, prandaj dhe integrimi prisni sepse nuk do të vazhdoj me ritmin që doni ju. Kjo është arsyeja pse këto raporte janë shumë të rëndësishme për ne. Kështu që është e vërtetë që ne kemi këtë lloj qasje. Nuk është një qasje shumë e pëlqyeshme si thosh, por nga ana tjetër jemi fut asaj rruge, kështu që nga herë duhet. Domethënë, kjo çështja e varësisë që kemi nga ndërkombëtarët, jo thjesht tek raportet dhe gjykimi që kanë për ne, por edhe tek roli politik që ne ju japim atyre në jetën e përditshme, vjen nga fakti që jo thjesht inferioritet, po dhe nga fakti që ne këtu brenda s'kemi qenë në gjendje të ndërtojmë institucione të besueshme.
Ky është problem madh, domethënë institucionet tona nga që nuk janë mjaftueshmërisht legjitime, dhe kur flas për institucione përfshi këtu dhe partitë, ç'a bëjmë, ne shikojmë diku një arbitër nga jashtë që na tregoj rrugën. Madje edhe i blejmë, edhe i përdorim, edhe i joshim, edhe... Pjesë e lojës. Pjesë e lojës dhe kjo. Shikoj, në qoftë se do kishte një kohezion të brendshëm social dhe një dashuri për vendin, edhe trajtimi që do na bënin ndërkombëtarët do ishte totalisht i ndryshëm. Unë mendoj se trajtimi që ne na bëjnë ndërkombëtarët është ashtu siç e kërkojmë ne. Ermali shkon, takon Anduena që është ambasadore, shan Shpendin. Shpendi shan Ermalin, vjen Anduena i shan të 2, vjen i 4 i shan të 3, këta e mashtruesa në hajduta, gjithë me radhë. Dhe ta mendojnë, ta nuk janë serioz, nuk janë institucional, ta tregojnë që janë xhepista. Jepi drejtimin vendi botës tretë. Pse duhet na dojë? Është pozicion geostrategjik. Antarësimi jonë duhet geostrategjik për Bashkimin Evropian. Nuk është se Bashkimit Evropian i duhet edhe Shqipëria brenda. Jo, po Shqipëria mund të jetë ngaherë të i rëndësishëm jo për shkak të vlerës që shton, po për shkak të rrezikut që përfaqëson. Se të dyja janë bashkë. Po. Domethënë për shembull do ishte rrezikshme që në Shqipëri, që Shqipëria për shembull shkonte dhe të bëjë një partner aleat i ngushtë, supozojmë Rusisë, Kinës etj. etj. Keni vënë se edhe kryeministri ka përdor te kartë për shembull. Ka kopjuar rastin e Kinës. Po, që është problemi i madh se shqiptarët kanë lidhje me atë gjë. Kjo është arsyeja pse është edhe pabesueshme si kartë. Por është përdorur. Domethënë, Shqipëria është e vërtetë që s'ka një rëndësi të jashtëzakonshme për Bashkimin Evropian. Me 2 milion që jemi ne, sa kemi ngel tani në Shqipëri, ne jemi një lagje e Parisit. Kaq, domethënë nuk kemi ndonjë peshë të madhe. Por nga ana tjetër, për nga pozicioni që kemi, dhe për shkak edhe sepse mund të krijojmë probleme, për shkak nëse në Shqipëri do kishte një parti nacionaliste të fortë që do nxiste tensione në rajone etj. Atëherë natyrisht do ishte problematike. Kështu që këte kalkulimet që bëhen janë kalkulimet gjeostrategjike, gjeopolitike dhe natyrisht edhe parandelimi i çfarëdo lloji problemi. Për shembull, qeveria aktuale është përpjekur dhe ja ka dalë me shumë sukses që të luajë rolin e nxënësit mirë në raport me Bashkimin Evropian, sidomos në rajon. Nxënësit të bankës parë. Patjetër. Ata që ngren dorën gjithmonë edhe kur s'din asgjë. Patjetër. Domethënë, në pozicion është e kundërta, komplet e kundërta atyre vendeve, si për shembull Hungaria e Orbanit, është në ekstremin tjetër. Hungaria e Orbanit është me një teori të vetë nacionaliste etj. Ka dalë kundër Europës edhe kundër opinionit, shumicës kundër opinionit vetëm. Nga ana tjetër ne jemi në ekstremin tjetër, domethënë. Ne jemi me fil, ne jemi Europofil. Po, ne jemi në atë pozicionin tjetër ku mezi presim që të bëhemi nxënës sa më të mirë, deri në momentin që nuk prek interesat e qeverisjes. Deri në momentin? Deri në momentin kur na duhet heqim ndonjë imunitet të rëndësishëm. Po, aty sakrifikohet. Aty pastaj e heqim shikimin nga Bashkimi Evropian, kuptojmë që Gjermania është vend i korruptuar, kuptojmë që gjëra të tilla ndodhin dhe bëhen dhe filma, dhe që Shqipëria ka një demokraci të konsoliduar, s'mund të lejojmë tjerëve që ndërhyrën, e dimë ne vetë se ç'a bëjmë tu etj. Deri në atë moment ne jemi nxënës të përsosur, i ulemi në gjunjë edhe kryeministrave të huaj etj. Edhe i shohim dritë syrit se ç'a do na thonë. Me tha gjitha ky është lejtmotive. Pra, neve kemi interesi jonë për Bashkimin Evropian është vetëm deri në momentin, vlen deri në momentin kur preket ose cënohet një imunitet deputeti ose ministri. Ose më sakt, kur cënohen ato parat e portofoli ngusht, ato lingotat, ato gjërat që kanë vlerë për jetën. Është më e thjeshtë, është me USB-sot. Një bitcoin edhe... Jo, me USB është e vjetë. Nuk e dallon do të fare, është më praktike, më beso. Dhe që mua ka dalë floriri. Ka dalë floriri, floriri ka qenë, para USB-s. është bërë. Duhet të heqësh hapësirë, se zën shumë vënd. A kupton? Madje të gjuva nga një kështu, nga një zë brenda një familje politikanësh në Shqipëri që thoshin, ore, brenda këtij muajit, brenda muajit qershor, hiqni lekët nga bankat, se nuk janë gjërat e sigurta. Lovet për hapësh panikti. Ne jemi shoqëria më e konsoliduar në Ballkan. Që keni lekët nëpër banka dhe si keni tuaja, keni kujdes, hiqeni nga banka. Jeni në rrezik. Djetu me shaka këte, për disa njerëz trembe tani që të gjërë? Jo, nuk e thash me shaka. Ky është problemi. Nuk është shaka. Që njerëzit e dinë shumë mirë që unë nuk e them me shaka. Tani çdo drejtues banke po të urren.
Faleminderit. Të falenderojmë që ishe me neve në të dyja pjesët. Gjithmonë i mirë pritur, është kënaqësi për ne. Gjithashtu. Miq, keni respekt për veten, kaq është thirrja nga unë në oponent në News 24. Për 2 orë kemi diskutuar me një nga mendjet intelektuale që prisin, nuk i kemi shumë, fatkeqësisht, na kanë ikur jashtë, ne ka marrë bota. Kemi konspektuar mbi disa problematika, nuk është e thënë që t'jenë të vërteta apo më të sakta ato tonat, por ju ndihmojnë në dyshimin që mund të bëni mbi çështjet dhe ngërmimin tuaj. Gjithë esenca e oponencës është respekti për veten. Vota është dinjiteti jot. Vjen shumë shpejt zgjedhjet e tjera dhe bëjmë të njëjtin gabim. Natën e mirë, shihemi të mërkurën tjetër. Faleminderit.